të shpëtojmë nga milingonat e shtëpisë me mënyra natyrale. Përpara se të fillojmë me videon, na bëni subscribe. Milingonat e shtëpisë, nëse i vrisni të tjera milingona, thjesht do të ndjekin gjumët e të parave dhe do të shfaqen në të njëjtat vende. Për këtë arsye, duhet të eliminoni tërë koloninë. Kur shihni milingonat e para, duhet të lani vendin dhe zonën përreth me ujë me sapun për të eliminuar gjumët feromenike. Menjëherë mundohuni të kuptoni se nga ku po hyn në shtëpinë tuaj. Filloni të vendosni karrem artificial në pikat e hyrjes. Sheqeri është karrem shtëpiak më i mirë për milingonat e shtëpisë. Sheqeri do t'i tërheq ato dhe në këtë mënyrë i devijoni rrugën e marrë drejt ëmbëlsirave apo thërmiave të tyre edhe brenda rafteve tuaja. Mbushni disa tapa shisës plastike me sheqer dhe vendosni ato sa më afër vendit nga ku dyshoni se milingonat po hyjnë në shtëpinë tuaj. Nëse shihni shtigje të milingonave, vendosni tapat direkt në shtegun e tyre. Kjo parandalon që shumica e tyre të udhëtojë rreth të gjithë shtëpisë suaj. Pasi sikur një milingone e vetme të ketë kaluar, ajo ka lëshuar aromën e vet për të tjerat. Më shumë këshilla për milingonat e shtëpive. Ju mund t'i lani raftet apo hapësirat tuaja me uthull dhe më pas fshihini me një leckë të pastër. Ky veprim eliminon gjumët e tyre kimike dhe do të pengojë milingonat e tjera. Përsëritni këtë veprim disa herë në ditë. Vendosni sasi të vogla kanelle pranë vendeve ku i shihni dhe pranë pikave të hyrjes. Tregohuni të kujdesshëm për të mos përkatur me kanellë vendet që mund t'i njollosen. Pastërtia dhe higjiena maksimale janë një nga mënyrat më të mira për ta bërë shtëpinë tuaj më pak tërheqëse për milingonat. Kujdesuni të mos njanoni derrit, thërrimet dhe mbetorinat në kuzhinë. Siguroni që të ruani të gjitha ushqimet, sidomos ëmbëlsirat, me kavanos të mbyllur fort ose në qese hermetike. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.